Tash do t'i përmendim disa vepra të mira që duhet që muslimani t'i bëjë brenda këtyre 10 ditëve. Dhe këto janë vepra nafile, pra vullnetare, sepse farzi dihet, nuk ka nevojë që të potencohet veçanërisht për këto 10 ditë, sepse farzi vlen tërë vitin, pra 5 kohët e namazit për shembull. Ajo vlen për tërë vitin, nuk ka nevojë që të potencohet veçanërisht në këto 10 ditë. Vepra e parë është shtimi i dhikrit, përmendja se Allahut subhanahu wa taala. Përmendja sa më shumë me Allahut subhanahu wa taala. Të bëhet dhikr sa më shumë për Allahun subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu në surën Hajj, dhe që ta përmendin Allahun këto ditë, pra në ditë të caktuara, në këto ditë të caktuara. Prej qëllimeve të kësaj është që sa më shumë të përmendet Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka ditë më të mëdha tek Allahu, e as që veprat e mira shpërblehen më shumë dhe janë më të dashura tek ai se sa këto 10 ditë. Andaj shtoni në to thënien Allahu Akbar, la ilaha illa Allah dhe elhamdulillah. Andaj shtoni pra dhikrin ndaj Allahut, sa më shumë thoni këto fjalë. Dhe ibadeti i dhikrit, si thon dietarët, e ka një të mirë se nuk të pengon nëse je duke bërë diçka tjetër. Je në punë, je kudo qofsh, në treg, kudo qofsh, dhikr mund bësh, mund ta përmendish Allahun subhanahu wa taala në çfarëdo gjendje. Dhe Allahu i ka lavdruar ata njerëz të cilët e përmendin Allahun në çdo gjendje, në çdo kohë dhe në çdo vend. Ky është ibadet që mund ta bësh. Për shembull, namazin nuk mundesh ndoshta namaz nafile të bësh kur dëshirosh ti, sepse je në punë, ndërsa dhikri nuk është ashtu. Dhikrin e ke pra të lirë, 24 orë mund bësh dhikr tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë, u kanë kaluar ata të cilët janë të veçantë apo të veçuar prej të tjerëve. I thanë, o i dërguari i Allahut, kush janë këta të veçuarit prej të tjerëve? Kush janë këta njerëzit e veçantë që nuk janë si të tjerët? Tha pejgamberi alayhis salam, "Adh-dhakirun Allaha kathiran wa adh-dhakirat." Ata dhe ato gra të cilët e përmendin shumë Allahun subhanahu wa taala. Pra, ju a kanë kaluar juve tjerëve me shpërblim, ata që shumë e përmendin Allahun subhanahu wa taala. Dhe asesi nuk mund të jetë shpërblimi i barabartë i atij që shumë e përmend Allahun subhanahu wa taala dhe i atij që shumë pak e përmend Allahun subhanahu wa taala. Mandaj dhikri i shumt, përmendja e Allahut, është mbrojtje nga nifaku, sepse Allahu subhanahu wa taala munafikat i cilson se nuk e përmendin Allahun vetëm se pak, shumë pak e përmendin Allahun subhanahu wa taala, munafikat. Andaj kur besimtari bën sa më shumë dhikr, faktikisht e mbron vetveten e tij nga nifaku apo dyftërsia. Kjo është vepra e parë që duhet që ta bëjmë këto 10 ditë. Vepra e dytë është shtimi i namazit nafile. Për farzin tham nuk diskutohet, mirë po shtimi i namazit nafile. Dhe koha më e mirë për namaz nafile brenda 24 orëve është pas dikund gjysore një orë pas lindjes së diellit e deri dikund një gjysore një orë para drekës. Koha e duha, si thonë gjuhën arabe, e namazit duha. Në këtë kohë mund bësh nafile 2, 4, 6, 8 rekate, po edhe më shumë nëse dëshiron. Pra është koha më e përshtatshme për të bërë namaz nafile. Dhe koha tjetër më e përshtatshme është pas namazit të yatsis deri pak para sabat, deri në kohën e syfyrit, pra kur hin koha e sabat. Këto dy kohë janë më të përshtatshme për të bërë namaz nafile. Dhe kjo koha tjetër, namazi gjatë natës, sidomos në pjesën e tretë të natës, do të përmendet veçantë për shkak të vlerës së madhe që e ka. Transmetohet nga Thaubani në hadithin të cilin e transmeton Muslimi nga ai, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, duke e këshilluar këtë sahabi të njohur Thaubanin radiallahu anhu, e ka këshilluar pejgamberi alayhis salam duke i thënë, bën sa më shumë sejdë, sepse për secilën sejdë që e bën për hir të Allahut, Allahu do ta ngrit një grad dhe do ta shlyejë një mëkat. Secilën sejdë, sa më shumë sejdë të bësh, e ke një derexhe më lart pra në xhenet
dhe e ke një mëkat të falur apo të shlyer. Andaj transmetohet se dy njerëz në kohën e pejgamberit alayhis salam e pranuan islamin, mirë po pastaj vdiqën. Njëri prej tyre vdiq herët, kurse tjetri vdiq parafërsisht pas një viti ose pak më shumë pra. Dhe tash kur shkuan në ahiret, ky që kish vdek më herët e pa se ai që ka vdek pak më vonë e ka një grad më të lartë në xhenet, është më lart në xhenet, nuk është si ky. Dhe pyeti pse ndodh kjo? Pyetën shokët e pejgamberit alayhis salam, pse ka ndodhur kjo? Pse ky që ka vdek më herët pra e ka gradën më ulët saj që ka vdek më vonë? Pejgamberi alayhis salam ju tregoi se kjo është për shkak të ibadetit, se ky ka shtuar ibadet, ka pas më shumë namaz, ka pas më shumë agjerim. Andaj nuk janë të barabartë pra, dhe për secilin ndoshta 2 rekate namaz në këtë botë do të bëjë një dallim shumë të madh në ahiret pra. Vepra tjetër që bëhet, dhe kjo veçanërisht në ditën e Kurban Bajramit, është që të theret kurbani pra. Kjo është vepra e cila e veçon këtë Bajram, është që të theret kurbani dhe ata që kanë mundësi duhet që të therin kurban. Madje shumë prej dietarëve kanë thënë se ai që ka mundësi e ka obligim. Sepse Allahu po i thot pejgamberit alayhis salam, "Fasalli li rabbika wanhar", dhe ti bën namaz për hir të Zotit tënd dhe therr kurban. Wanhar, do të thonë therr kurban. Andaj një pjesë e madhe e dietarëve kanë thënë se është obligim për atë i cili ka mundësi financiare që ta therr kurbanin. Shtimi i dhënjes së sadakas. Edhe dhënja e sadakas është prej veprave të mira që duhet bëhen këto 10 ditë. Dhe sadakaja ka shpërblim të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, çdo muslimanit i takon që të jep sadaka. Nuk e ka hije që një musliman mos të jep sadaka. Nuk i ka hije muslimanit që mos të jep sadaka. Nuk e ka farz që të jep sadaka, mirë po nuk është e hishme që një musliman mos të jep sadaka. Nuk i takon një muslimanit që mos të jep sadaka, apo e kundërta, çdo musliman duhet të jep sadaka. I tha në i dërguari i Allahut, ai që nuk gjen, nuk ka mundësi që të jep sadaka, tha, duhet që të punoj me dorën e tij që ta ndihmoj vetveten e tij, ta nxjerr veten prej krizës, siç thonte ne, dhe t'ju ndihmoj të tjerëve dhe të ketë mundësi që të jep sadaka. I than, e nëse nuk gjen çka të punoj, nëse nuk ka mundësi çka të punoj, pra nuk gjen çka të punoj, tha, le t'i ndihmoj nevojtarve. Atyre që i shef në rrugë që janë nevojtar, le t'i ndihmoj, pra sepse edhe kjo për të është sadaka. E than, nëse nuk e gjen as këtë, nëse s'ka pasuri edhe as nuk gjen kon t'i ndihmoj, pra brenda ditës nuk e gjen dikon që është nevojtar që mund t'i ndihmoj. Atëherë tha, le të veproj vepra të mira dhe le të largohet nga veprat e këqija, sepse kjo për të është sadaka. Kjo për të është sadaka. Nga kjo dietarët thonë se sadakaja është sadaka konkrete dhe sadaka pra kuptimore. Në sadakan kuptimore më të gjerë hyjnë të gjitha veprat e mira. Gjitha veprat e mira që i bën besimtari janë një farlloj sadakaje. Adhurimi tjetër që duhet bëhet gjatë këtyre ditëve është agjerimi nafile. Transmeton Ebu Davudi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon që të agjeroj 9 ditët e para të këtij muaji, pra prej fillim deri në ditën e Arifes apo në ditën e Arafatit. Pejgamberi alayhis salam e kishte zakon që të agjeroj këtë ditë. Ndërsa sa i përket ditës së Arafatit, në veçanti pejgamberi alayhis salam ka thënë se i shlyen mëkatet e vitit të kaluar dhe pjesës së ngelur nga ky vit, dhe këtë hadith e transmeton Muslimi. Ibadet tjetër që duhet bërë është namazi i natës, i cili veçohet prej namazeve nafile tjera, sepse është namaz nafile që kryhet në pjesën e tretë të natës. Dhe në këtë pjesë, pejgamberi alayhis salam tregon se duaja nuk refuzohet. Duaja nuk refuzohet.
Allahu subhanahu wa taala, siç thot pejgamberi alayhis salam, në pjesën e tretë të natës zbret në qiellin e dunjas dhe thot: hel min taibin fa atubu alayhi wa hel min mustaghfirin fa aghfiru lahu wa hel min sa'ilin fa utiya. A ka ndonjëkush që pendohet që t'ja pranoj pendimin? A ka dikush që kërkon falje që t'ja fal? Dhe a ka dikush që kërkon ndonjë nevojë të tij që t'ja plotësoj atë nevojë të tij? Andaj namazi dhe duaja janë pjesën e tretë të natës, që është pa pjesa para sabahut, pjesa e tretë e natës, e treta e fundit e natës, është pra më me vlerë namazi dhe duaja, sepse lutja nuk kthehet prapë në këtë kohë. Allahu subhanahu wa taala i lavdron robrit e tij të devotshëm se prej cilësive të tyre është walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, dhe ata të cilët natën e kalojnë në sejdë dhe duke qëndruar në këmbë për hir të Zotit të tyre, pra duke fal namaz nafile. Dhe vepra e fundit, mirë po jo më pak e rëndësishme, edhe pse është e fundit në radhitje, nuk është e fundit në rëndësi, është pendimi tek Allahu subhanahu wa taala. Pendimi tek Allahu subhanahu wa taala, pendimi i sinqert për të gjitha mëkatet e kaluara. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun", dhe pendohuni tek Allahu të gjithë ju, o ju besimtar, në mënyrë që të gjeni shpëtim.